Mund të bëj gjithçka një nën, e realiteti ka treguar që po. Nënat sot bëjnë shumë role. Punojnë, merren me shtëpinë, me partnerin, me prindrit e moshuar e të tjerë. Por ndërkohë femrës si kërkohet edhe një farë vëmendje për pamjen, mirëqenien dhe kujdesin për veten. E nuk është e lehtë për nënat të gjejnë kohë për veten me gjithë këto detyrime. Është e vështirë, por jo e pamundur. Por si? Përpiquni të thjeshtoni jetën sa më shumë që të jetë e mundur. Fillimisht largoni ndjesinë e fajit. Në kokën e një mamaje vepron një rreth vicioz fiziologjik që tenton të bllokojë energjitë në vend që t'i favorizojë. Ky fluks ndjenjash negative nis nga një ndjesi faji. Është kjo ndjesia që nënat e gjejnë dhe atje ku nuk është. Një ndjesi sikur po dështojnë atë çka po bëjnë. Dhe rezultati? Kohë të çmuar dhe i izaurohen energjitë. Zgjidhja për këtë është të thjeshtësoni jetën në familje, duke adoptuar një shpirt pozitiv. 2. Ngrënia së bashku. Edhe pse oraret e shkollës dhe të punës nuk ua japin këtë mundësi, të paktën mëngjesin edhe darkën hajni së bashku. Kjo është një sjellje e mirë që favorizon dialogun mes prindërve dhe fëmijëve, si dhe ndihmon në organizimin e ambientit familjar. Së treti, të bësh pazarin çdo ditë është një zgjidhje jo komode për një nënë që punon, kështu që është e këshillueshme të përmirësoni këtë, duke bërë një listë të detajuar se çfarë duhet blerë për nevojat familjare për një javë. E gjithë kjo ama pa e egzageruar. Harmonia familjare ndërtohet edhe duke ndarë detyrat në mënyrë të barabartë. Kjo do të thotë se punët shtëpiake e përditshme të ndahet në mënyrë të mirë mes partnerëve edhe fëmijëve. Kur ju jeni shtatzën, i bëni shumë pyetje vetes. Çfarë po bën foshnja? Është i mërzitur? Hulumtuesit kanë arritur të zbulojnë së paku 7 gjëra që bëjnë të palindrit gjatë 9 muajve. Së pari, zhvillojnë ndjesinë e të shijuarit. Ushqimet që konsumon nëna përfundojnë në lëngun amniotik, të cilin fetusi nis ta shijojë duke nisur nga java 20. Në këtë mënyrë fëmia shijon gjithçka që konsumon nëna dhe zhvillon sensin e tij të shijes. 2. Reagojnë ndaj stresit. Nervozizmi dhe stresi i nënës reflektohet drejt për drejt tek fetusi dhe sidomos në lëvizjet që ai bën. Studimet tregojnë se nëse nëna është në ankth, fëmia prek fytyrën e tij me dorën e majt. 3. Bëjnë mimika të ndryshme. Nëse vëreni ekografitë e kryera në 4D nga java e 24 e shtatzënis, fëmijët mund të duken, teksa buzëqeshin apo bëjnë fytyrë të vrentur. 4. Qajnë. Fëmijët qajnë të heshtur në barkun e nënës. Mjekët kanë arritur të dëgjojnë me anë të regjistruesve me ultratinguj zhurma të ngjashme me doqarën e bebeve apo lems. 5. Sipas një studimi të kryer në Universitetin e Floridas, nëse nënat të lexojnë 2 herë në ditë, vjersha apo përralla, gjatë 3 mujorit të tretë të shtatzënis, rrahjet e zemrës së fëmijës bëhen më të qeta. 6. Njohin edhe këngët. Studiuesit kanë konfirmuar se kënga që fëmia ka dëgjuar shpesh gjatë 3 mujorit të tretë të shtatzënis do të mbetet e parapëlqyer atij edhe pasi të vinë jetë. E së fundmi, koordinojnë dorën me gojën. Gjatë 3 mujorit të fundit, fëmia arrin të fuzë gishtin në gojë, duke koordinuar në mënyrë perfekte lëvizjet e dorës me gojën e tij. Ëmbëlsira, mish i kuq, ushqim i konservuar. Këto janë disa nga produktet që shumica e njerëzve nuk i ndajnë nga tavolina e tyre, por e keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë konsumon mjeku ku ju shkoni të vizitoheni. Kompania Hartman Group ka marrë në studim ushqimet më të konsumuara nga mjekët dhe rezultati ka qenë pothuajse i njëjtë tek të gjithë. Mjekët konsumojnë ushqime të cilat i mbajnë në normë nivelet e kolesterolit në gjak,
duke shmangur në këtë mënyrë problemet kardiovaskulare. Dhe ja se cilat janë këto ushqime. Veza. Në dietën ushqimore të një mjeku nuk mungon kur veza ndarë në porcione ditore ose javore. 2. Frutat e detit. Çdo njeri, për të ruajtur një mendje të kthjellët dhe një trup të fortë, nuk duhet i ndajë nga tavolina frutat e detit. 3. Rushin edhe frutat e thata. Janë një ndër burimet më të mira të proteinave dhe yndyrnave të mira, duke na ndihmuar në ngadalësimin e procesit të plakjes. 4. Vaji i ullirit. Është eksponenti më i madh i yndyrnave gjysmë të ngopura dhe është komponenti kryesor i dietës mesdhetare. Dhe së fundmi, tërshëra. Sipas një studimi nga Kolegji Amerikan i Nutricionistëve, tërshëra ishte e para në grupin e drithrave që krijonte një gjendje të ngopuri. Të gjithë njerëzit që hëngrën tërshërë në mëngjes ishin më pak të rritur se pjesa tjetër që hëngrën drithra të tjera. Djegja e një sasie të konsiderueshme kalorish teksa bëni punët e shtëpisë mund të jetë motivimi i duhur për ju. Nëse nguroni të pastroni, një studim i fundit liston numrin e kalorive që digjni çdo orë, bazuar në një peshë të rrituri prej 68 kg. Shkundja ose nderja e rrobave 171 kalori për orë. Fshirja me fshes harxhon 269 kalori, që do të thotë se nëse fshini për 30 minuta, digjni 135. Lëvizja e mobiljeve harxhon 408 kalori për orë. Kopshtaria 339 kalori dhe lyerja një dhome 306 kalori. Femrat shpenzojnë shumë kohë duke u marrë me veten. Kështu që sigurisht, emra të njohur si Miranda Kerr apo Irina Shayk kanë sekretet e tyre të kujdesit të lëkurës. Estetistja Ildi Pekar ka treguar disa prej këtyre sekreteve. Ajo thotë se duhet të përdorni paraprakisht kremin kundër diellit për të pasur poret e pastra. Sipas saj, disa prej njerëzve më të bukur në botë zgjedhin rastësisht të shmangin kremin e diellit nëse janë zyrë apo nëse nuk do të ekspozohen ndaj tij. Shumë njerëz nuk e kuptojnë se sa e pengon ajo lëkurën, sidomos nëse nuk ju duhet, ka thënë ajo. Dermatologja e njohur Janet Graf ka thënë se kremrat me përbërës natyral ndihmojnë në këtë çështje. Kremrat mineral me përbërës aktiv si oksid zinku janë më pak irritues ndaj tipeve të lëkurës. Megjithatë, figurat të njohura të bukurisë nuk përdorin gjithmonë gjëra të shtrenjta. Miranda Kerr tregon sekretin e saj. Ajo bën avull me çaj jeshil, mënyra më e thjeshtë e mundshme. Ndërsa Irina Shayk përdor vaj kokosi si hidratues pas dushit, pa tharë ende ujin nga trupi, e më pas me një peshqir heq sasinë e tepërt. Pikat e zeza janë papastërti që mblidhen nga poret e hapura, që më pas formojnë aknet. Pikat e zeza formohen nga ndryshimet hormonale, mënyra jetesës, ushqimi, produktet e gabuara kozmetike apo edhe higjiena e keqe. Pikat e zeza formohen si tek meshkujt edhe tek femrat. Megjithatë, ka një mënyrë si t'i largoni ato në shtëpi me 2 përbërës të thjeshtë, 2 lugë sot buke dhe 1 lugë mjalt organik. Miksojeni të 2 përbërësit bashkë derisa të formohet një pastë homogjene dhe më pas aplikojeni me lëvizje rrethore në fytyrë në zonën ku keni pika të zeza. Lëreni të veprojë për 20 minuta edhe më pas lani fytyrën me gjelin pastrues. Kjo maskë do të japë rezultate që në aplikimin e parë
dhe lëkura do të mbetet e pastër edhe shumë e butë. Mos harroni që në fund do vendosni kremin hidratues. Ka shumë gjëra të vogla dhe praktike në jetën tonë të përditshme, të cilat secili prej nesh mund t'i përfshi për të ndjerë më i lumtur. Janë disa rituale që na bëjnë më të lumtur, më të gëzuar, edhe të përballemi më mirë me vështirësitë. Fillimisht, njerëzit e lumtur nuk duan t'ia dinë se si dukeni ju apo ku keni lindur. Ata kanë nevojë për shoqërinë e dikujt, i cili bën të ndihen mirë edhe për të qeshur. Gjithashtu ata e njohin fuqinë pozitive e të qenit mirënjohës ndaj të gjithë këtyre personave që i bëjnë këto. Ka gjithmonë diçka pozitive në çdo gjë që ndodh, edhe në gjërat negative madje. Njerëzit e lumtur dinë se si ta kenë nën kontroll dëshirën e tyre për perfeksion, edhe pse dinë që ai nuk është diçka e garantuar. Ata nuk e ndëshkojnë veten e tyre nëse jo çdo gjë shkon ashtu siç duan. Në vend të kësaj, ata janë krenar për arritjet e tyre. Njerëzit e lumtur buzëqeshin gjithmonë dhe janë pozitiv. Dihet që gjendja jonë dhe perspektivat tona influencojnë shumë nga personat me të cilët kalojmë kohë më tepër. Kështu që nëse të gjithë bëjmë një përpjekje të buzëqeshim sa më shumë të mundemi, atëherë secili nga ne do të kishte një pikpamje më optimiste për jetën. Një nga mënyrat më efektive për të ndjerë të lumtur është të ndryshoni botën rreth jush. Dhe kjo mund të arrihet duke bërë gjëra të thjeshta, si të ndihmojmë dikën në nevojë, të bëjmë një kompliment apo t'i buzëqeshim të huaj. Njerëzit e lumtur nuk presin asgjë, as të premten mbroma, as makinën e re apo ndryshimin e stileve. Njerëzit e lumtur janë kurioz rreth botës që i rrethon. Gjithmonë kanë diçka për të zbuluar dhe kjo ju jep energji dhe efekte pozitive në gjendjen shpirtërore. Dhe së fundmi, nuk shqetësohen se ç'mendojnë të tjerët për ta. Njerëzit e lumtur nuk i lejojnë personat me humor të keq ose këndvështrime negative të kenë një impakt në mënyrën si ata ndihen. Çfarëdo që t'ju thonë, lërini të rrjedh, si ujë që lë pas rrosakun liqen. Facebook bën të ditur se ka rregulluar një anomali në aplikacionin e Messenger për Android, i cili shkaktonte dhe shkarkim të baterisë. Përdoruesit janë ankuar shpesh që aplikacioni u harxhonte baterinë në vetëm pak orë, edhe pse nuk ishin aktiv në përdorimin e tij. David Marcus, zëvendës president i produkteve mesazhere të Facebook, ka bërë të njohur problemin në Twitter dhe thotë se është rregulluar anomalia në Messenger. Nëse vazhdoni të keni të njëjtin problem, ju thjesht duhet ta ristartoni aplikacionin e Messenger. Problemi kishte lidhje me një çështje në serverat e Facebook, tha Marcus, ndaj që nuk ka nevojë për përditësim. Ai sugjeron se nëse dikush përdor versionin beta të aplikacionit, të kalojë në versionin normal për një eksperiencë më të mirë.